Është vajzë 16 vjeçe, thot dua të vendos hijabin, por fisi im më duket shumë kundra obligimeve të fesë. Mbulesa është urdhri i Allahut të lartësuar. Zoti i gjithësisë ka urdhëruar femrën në Kur'an që të mbulohet. Normal Islami na nxit që ne të ruajmë lidhjet farefisnore. Por bindja ndaj krijuesit ka përparësi. Dhe përderisa Allahu i lartësuar e urdhëron femrën në Kur'an që të mbulohet, atëherë besimtarja duhet përpiqet të zbatojë urdhrat e Zotit gjithësisë dhe duhet të ketë parasysh, pra si besimtarja dhe besimtarja, se Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kush i bindet Allahut, kush i friksohet Allahut, kush i ruan dispozitat e Zotit, Allahu bën për të rrugdalje.